Një lajm I trisht për opinionin sportiv në Korçë ka qenë ndarja e parakohshme nga jeta e gazetarit dhe njëkohësisht trajnerit të futbollit Thanas Gjata. Prej vitesh aktiv në gazetarinë sportive të qytetit të Bilishtit, Gjata është angazhuar edhe si trajner me ekipet e moshave në Devoll. Miq dhe bashkëpunëtorët e quajnë një humbje të rëndësishme largimin nga jeta të Thanas Gjatës. Që shumë njëri talentor, njëri duror, njëri I mirë, I ëmbël, nuk ja prishte një fëmijë, vinte për këdhelte kur gabonte. Thanasi motivoi vetëm për Devollin, për futbollin, po e për shumë gjëra të tjera. Thanasi ishte edukator kudo që vinte. Gjej rastin të them fjalët më të mira dhe si njeri, dhe si sportist, dhe si trajner futbolli. Ishte njeriu I të gjithëve, ishte njeriu që në rrugë, domethënë të gjithë e takonin, të gjithë e përshëndesnin, njeri I qeshur, njeri që të paktën për pjesën që unë kam punuar bashkë me atë me fëmijë, pra ishte shumë I dashur, ishte njeri pasionant, ishte një person që jo vetëm në pjesën sportive, po dhe atë humanitare, sepse ai punonte edhe te pranë kryqit të Kuqdega Devoll si sekretar, ishte njeri I të gjithëve, ishte një humbje shumë e madhe ikja e Thanasit, kështu që do na lërë një shi edhe me thënë shumë të idhur në vërtimsi. Thanas Gjata u nda nga jeta pas ditën e së dielës pas një sëmundjeje të rëndë disa mujore.